Në qershor të vitit 2025, qeveria shqiptare miratoi projektin e kompanisë Albania Solar Power për ndërtimin e një parku fotovoltaik në zonën e Levanit, në Fijar. Ky projekt synon zhvillimin e energjisë së ripërtëritshme dhe prodhimin e energjisë elektrike nga dielli, një nismë që synon përfitime afatgjata për vendin. Megjithatë, zona ku do të ndërtohet parku fotovoltaik është toka e 14 familjeve, të cilat jetojnë dhe kultivojnë këtë tokë që prej vitit 1994. Banorët shprehen se toka u është dhënë në pronësi në bazë të ligjit, dhe se ata kanë paguar taksa dhe kanë kultivuar tokën për më shumë se 3 dekada, duke siguruar jetesën e tyre. Situata ndryshoi në vitin 2024 kur kompania Bervi Construction arriti të marrë certifikatën e regjistrimit të pronësisë për tokën, një dokument që banorët nuk ishin mundur ta merrnin për shumë vite. Lavdosh Hoxha, një nga banorët e zonës, tregon se nga gushti i vitit të kaluar filluan punimet, duke mbushur kanalet vaditës dhe duke vendosur materiale për ndërtim, ndërkohë që pronësia e tyre nuk njihet më. Ne këtu kemi ardhur në viti 94 dhe me një vendim të posaçëm të Këshillit Ministrave vendosin të gjitha ata njerëz që kanë lëviz në rrethet tjera të larta, i kompensonin me tokë, sepse kishte tokë në dispozicion të njësisë këtu. Në ai vit, sipas mundësive të gjithë personel, dikush që punon vetë, Emil Misër, Emil Grut, Emil Hasën, dikush e u dha këtyre të fshatit këtu me qira, biles edhe me akte notariale. Tani në gushti e tu, filluan punimet, si që shikoni, kanë shtruar gjithë, i kanë mbushur kanalet vaditës, dhe këtë tokën e këtij Sandri e kanë mbushur me gur, kanë filluar bien materiale, të bëjnë me gazina, dhe thonë nuk u njohën fare juve si pronar, sepse neve ne ka dhënë shteti.